Në rrugët e qytetit, një i verbër i mëshuar po ikte duke mbajtur një fener në dorë të ndezur. E pa një djalosh dhe ju afrua duke e tallur. Por ti, thot, ku vete më xhaxha, thot? Ti edhe qor, thot. Fenerin për çfarë të ndezur pse e mban dorë? Me zërin e butë dhe të qetë i moshuari ja ktheu. Nuk e mbaj për vete më bir, thot, po e mbaj për njerëzit ty, thot, që të më shikojnë mua. Dhe kjo lidhet me kohën e sotme. Shumë njerëz ankohen për errësirë. Ankohen për negativitetin. Dhe një fjalë shumë e bukur është thënë dikur. Mos u anko për errësirën, dhe në vend të ankohesh për errësirën, ndis dritën. Prandaj, në vend të ankohemi për negativitetin, të ndezim dritën e pozitivitetit dhe sa më shumë drita të e zhvullojnë. Fusha magnetike e pozitivitetit do rritet aq shumë sa errësira do të kurret në skutin e saj. Pasi errësira zmadhohet, sepse drita mendohet dhe është në mëdyshi të shfaqet. Por po u shfaq, nata arrin në kulmin e saj, kur papritur shpërthen agimi. Faleminderit që më ndoqët.